si shikoni ju ndarjen e votave brenda KLP-s, kulisa, prapa skena, ka në këtë rast apo është një ngjarje mbyllur? Ka prapa skena, emrimi i krye policit apo kryetuesit është një emër i njohur dhe përveç kësaj ishte e qartë që do të ju emëronte person në fjalë dhe s'kemi të bëjmë me një proces transparent. Nuk është i kontestuar nga opozita, Berisha thanë që të qytetarët presun Berishën i bjen që nuk ekziston. Po të presun Berishën, ale edhe është punë e mbaruar, se kur unë thoya për SPAK-un, Rama, Berisha, Meta, e shumë të tjerë, Lapa, e shumë të tjerë, ishin pro dhe i bërin lavazh gamis deri në darkë. Kur erdhi Flaka, pastaj tek ata, pastaj ata reflektuan edhe thanë, që ka SPAK, që SPAK-u që ka kë. Prandaj po ju them që rasti i zotit Keta dhe rastit e zotit Xholi apo Brau, sepse këto të dy do të jenë konkurrentët më të fortë, jem realist me ju. Nuk e thonë që të jetë një grua në krye të SPAK-ut, mos ndoshta është momenti për ta ndryshuar pak. E kam thënë përpara jush, por shumë përpara që do të jetë një grua dhe është thënë për një grua, para se dilte kandidatura, nuk e di çfarë ka bërë që kjo marrëveshje ka dështuar, sepse në plan edhe para se dilte emri e kësaj gruas që kandidon, ju kam thënë juve publikisht që do jetë një grua, po negociohet për një grua që të ketë në krye të SPAK-ut. Por për shkak të muajit janar 2025 dhe në vazhdim ka ndryshuar shumë gjëra të cilët për mendimin tim janë ngjarje të cilët kanë bërë që edhe ata të cilët kanë dashur të kenë një grua në krye të drejtimit të SPAK-ut nuk e kanë parë të arsyeshme, sepse zoti Dumani ka krijuar një bëshllek kushtetues që ka të bëjë me goditjen e funksionarëve publik, jo për shkak të një sekond kemi parasysh jo për shkak të korrupsionit, për shkak të kërkesës popullore që futi dhe s'ka problem me provë pa prova, dhe zoti Dumani ka kryer këtë detyrë, pra me prova pa prova i ka futur në burg dhe vjen një moment që drejtuesi i ri i prokurorisë duhet të kuptojë dhe të thotë vetes, kur ky mi ka futur të gjithë në burg, unë presupozoj kë duhet të fus në burg tani, sepse Berishën e procedova, Mediu e procedova, ishte një janar jam drejt fundit, veprimet të tjera që bëra, Metën e procedova, të gjithë Erion Velin e procedova, Edi Ramën i dhurova 83 mandate duke i bërë fresk nga mes deri në darkë. Dhe lind pyetja e natyrshme dhe thuhet, ky prokuror i ri, kë duhet të fusë në burg? Dhe lind pyetja, ose më mirë, lind përgjigja dhe thot, i vetëm që të ka mbetur o vlla është Edi Rama. Tani, ti mund të kesh guximin një grua të fusi në burg Edi Ramën? Apo ta procedoj penalisht Edi Ramën? Pra këtu nuk gjet guximi. Dhe prandaj unë mendoj që për shkak të situatës globale, por edhe ballkanike, duhet keni parasysh që Shqipëria nuk mund të mbetet pa kryeministër. Dhe arsyeja është Kosova. Pasi të kalojnë zgjedhjet në 27 dhjetor mos gaboj në Kosovë. Sa është? 28. 28 është. S'ka problem. 28 dhjetor në Kosovë, duhet keni parasysh që linja Trump do të mbajë një qasje tjetër për Ballkanin dhe ju thash, linja Trump mos u ngatroni me Departamentin Amerikan të Shtetit. Është gjë tjetër ajo. Linja Trump do mbajë një qendrim të qartë për Kosovën. Dhe nuk mundet në Shqipëri të goditet kryeministri për arsye se linja vet nuk don të bëj, do të thosha, një goditje në sy të Serbisë në dëm të Kosovës. Prandaj do të jemi në një pozicion jo të mirë për ne. Pra, sepse ju do thoni pse nuk ka arrestime kryeprokurori i ri. Mendoj se kryeprokurori i ri duhet të filloj arrestimet ashtu siç e ka manuali i partisë. Besoj nga fundi janari do të shikojmë prezencën e kryeprokurorit të ri në sy të publikut me masa që ai mund të marrë dhe regjistrime procedime penale dhe aktivizimi që ai do të ketë në rolin e ndjekjes penale. Por ajo që unë vere është që zoti Dumani do konkuroj me drejtuesin e ri të SPAK-ut,
sepse ai mendon akoma që është akoma drejtues në hije, por drejtuesi I ri do t'i thotë zoti Dumani, patë mundësinë edhe qëndrove krye prokuror, bëre çfarë kishte të bëje, por unë tani kam detyrën time ta realizoj ashtu siç duhet, sepse unë në mandatin e fundit që bie për Spakun, I bie o do të iki për azilant, si puna jote, o do të qëndroj në Shqipëri. Dhe unë jam I bindur që prokurori I ardhshëm ka në mendjen e tij të qëndrojë në Shqipëri. Dhe qëndrimi I tij në Shqipëri, në krahasim me zotin Dumani, mendoj se kryeprokurori I ri I Spakut do të ketë një qasje tjetër për sa I përket luftës. Dhe mendoj ai do të fillojë të luftojë krimin e organizuar në raport me politikën. Dhe kjo do të thosha se di, po nuk e di. A tani zjarësia ulet. Jo, ashtu siç po e referohem opozitës këtu. Jo, po ulet tani zjarësia, unë them kështu do të jetë strategjia. Tani a do të bëhet apo nuk do të bëhet është punë tjetër, por do të jetë një strategji e rrezikshme e cila nuk do të ketë në fokus korrupsionin. Dhe po ta them që tani, që kur ta dali ta shikosh, pra nuk do të ketë korrupsionin, sepse ç'a bëri Dumani, bëri një gabim fatal që nuk I falet dhe nuk do t'i falet nga ata që ka futur në burg. Pse? Sepse ai mendoi se duke I futur në burg kundërshtarët e Edi Ramës, do favorizonte Edi Ramën me komisionin Xhafa, do shtonte mandatin dhe ai do të ishte prokuror për mandatin e dytë. Do të bënë në lëvizje këta juridike. Pra duke ndryshuar në inen të dispozitës. Pra, duke që në këtë situatë, ju duhet keni parasysh që zoti Dumani është më vulnerabël se sa çdo prokuror tjetër në Spak. Pra, sot janë 20 shenjtor, ai I cili është shenjtori momentalisht, do të jetë ai që do jetë më vulnerabël, a do të quhet më në sy të publikut shenjtor apo jo. Dhe ai do të ketë një problem në raport me pamjen e tij jashtme në raport me qytetarët. Dhe çfarë do bëj pastaj Edi Rama, Erion Velia e të tjerë do sulen ndaj atit në aspektin mediatik. Dhe pse do sulen në aspekt mediatik? Sepse I kanë bërë lavazh dhe si bëhet tani pllaka, ikën ai nga Spaku, shikoj se kemi bërë vazhdimisht pllakën e. Opa, ndryshon pllaka. Pra, ikën nga pushteti, ndryshon pllaka. Pra do të thotë që ne duhet kuptojmë bashkërisht që zoti Dumani ra viktim e Jurit Kim, viktim e Blinken, viktim e ardhjes së amerikanëve, jo çdo kush që ka një flamur amerikane të tund është edhe përsupozohet përfaqësues I Shtetet Bashkuara. Po ja kanë bërë golin më zotëri. Ore, ti vetëm dëgjoj këtu, vetëm lexo kushtetutën. Në mënyrë horizontale, çfarë? Vjen kuvendi, vjen këshilli I ministrave, vjen pastaj gjykata. Pra 3 janë pushtetet në Republikën e Shqipërisë. Kurse si prokuroria nuk mund të jetë mbi pushtetet, pavarësisht se unë them për kushtetutën asaj kohë që ishte. Dhe nesër del ligji dhe thotë arrestohet Dumani, edhe Dumani ta zbatoj ligjin e vet nga kuvendi. Pse? Sepse është ligj. Pra ti zotëri nuk je mbi kuvendin. Ai ka menduar se është mbi kuvendin, mbi kryeministrin, mbi gjykatat. Po, se tha fjalën na fërmendësh. Shiko, kur një person I pëlqen vetja, ta kesh sigurt, mund të shpiki lloj gjëje për të mbrojtur veten e tij që të jetë në vetmbrojtje të vazhdueshme. Por vetmbrojtja e vazhdueshme të bën në fund fare të përfundosh me ilaçe. Mirë, për ata që kuptojnë, për ata që se kuptojnë, le ta provojnë. Avokat. Por problemi është këtu, një sekond. Problemi është këtu. A ka kuptuar zoti Dumani që është futur në lojë dhe duhet të reflektojë? Ku është gjithë loja? Kur kanë folur për Erion Velin, asnjëri se besonte që do përfundonte në burg. Kanë folur për Ballukun para shumë kohësh, asnjëri s'e përfundonte, edhe për shumë të tjerë. Por sepse janë në Everest, se nuk na ndjekin, e kupton, ato, sepse ato janë në Everest tani, si kupton. Por
Unë po të them, zotëri reflekto, nuk po të them për të bërë as gjëbënja as kërcënim. Reflekto, s'është mirë për ty, sepse politika gjithmonë të fut në lojë. E për Shaban, në për Lapajn, të futu në konflikt. Po çfarë ka Dumanin, çfarë ka kryetarin e Spakut ai atje? Lodër e ka, e përpunon si do qefi. Avokat, tani më thuaj sepse në media është interpretuar që kryeministri ka kërcënuar me pagat. Me bukë, me gojës. Se s'marrin lek ata. Ishte reforma e reformuar, po nuk marrin. Ju mendoni edhe ju kështu avokat apo janë interpretime? Se kuptova se ndonjëherë zyrësia ulet, jam thoj. Edhe ju kështu mendoni një pjesë. Po bën kështu për tokë kështu. Si një pjesë opinionit që vërtet kryeministri kërcënoi me pagat, siç thatë ju me bukën e gojës gjyqtarët.